Horoskopi muajit prill 2026 për shenjën e Bricjapit. Të dashur Bricjap, mbahuni fort se ky muaj nuk është thjesht një muaj i zakonshëm, por një rrugëtim legjendar që do të ndryshojë faqen e jetës. Ju që jeni shtylla e horoskopit, ju që nuk thyeni kurrë para struhive, bëhuni gati se yjet kanë vendosur t'ju japin atë që meritoni. Çfarë do të ndodhë në këtë muaj? Muaji nis me diellin që po djeg në shenjën e Dashit, dhe ky zjarr po bie direkt mbi shtëpinë tuaj, mbi atë botën tuaj private që ju e ruani me aq xhelozi. Çfarë pritet të ndodhë? Do keni një etje të madhe për të ndenjur me njerëzit e gjakut, me ato që ju duan pa kushte. Por dëgjoni këtu, është koha të bëni disa vendime të mëdha për shtëpinë. Do të thyeni disa zinxhir të vjetër, disa modele që i keni trashëguar nga prindrit dhe që ju kanë mbajtur mbi supe. Kur t'i lini pas këto hije të së shkuarës, do të ndjeni sikur keni rilindur për së dyti. Në 1 prill, kur hëna e plotë të shkëlqejë në peshore, bota do të shohë fuqinë tuaj. Kjo nuk është një shaka, por një fakt. Një kapitull në punë po mbyllet, por mos u trem, se po hapet një derë pallati. Mbase do marrësh atë postin që ke ëndërruar, ose do të kesh një sukses që do t'ju bëjë të ndiheni si mbretër. Por kujdes, nëse shihni që një qëllim që keni pasur deri tani nuk ju përmbush në shpirt, hidheni në kosh pa mëshirë. Besoj yjeve, diçka e madhe po vjen për ju. Marsi futet në lojë në datën 9 prill. Dhe ndoshta mund të keni debate, ndoshta me komshit apo familjarët për të ndarë ca rregulla dhe kufi që duhen vënë një herë e mirë. Kujdesi madh më 12 prill. Këtu duhet t'i hapni syt 4. Marsi dhe Neptuni mund të sjellin njerëz që duan t'ju mbushin mendjen për gjëra që nuk shkojnë. Mos lejoni askënd t'ju tjetërsojë të vërtetën tuaj. Nëse ju vjen për të qarë, lëshojeni veten se loti ju pastron rrugën përfitore të reja. Në datën 14 prill, Mërkuri do t'ju bëjë të mendoni vetëm për rehatin dhe sigurinë tuaj. Do të harxhoni energji për të rregulluar punët e shtëpisë ose për të ndihmuar dikë të familjes. Hëna e re, një ditë më pas vjen hëna e re që ju thot: boll me të kaluarën, është momenti të filloni diçka me njerëz që vërtet ju mbushin kupën e gëzimit. Sfida dhe pastaj fillon festa. 19 prill. Më 19 prill mund të keni një pengesë të vogël, mbase një shok që ikën pa pritur ose një lajm pak i vështirë, por dëgjoni këtu. Kjo është e përkohshme, sepse më pas parashikohet ditë gëzimi. Po atë ditë, dielli hyn tek demi dhe këtu fillon dasma dhe thojza për ju. Shpirti juaj do të kërkojë vetëm qef, buzëqeshje dhe gjëra të gëzuara. Ai fëmia brenda jush do të zgjohet dhe do t'ju thotë: hajde kërcejmë, se jeta është e bukur. Data 23 prill. Dëgjoni këtu, një dashuri që të lë pa mend. Bëhu gati se kjo datë do të jetë për ju një datë shumë e mirë. Zemra mund t'ju rrah fort. Venusi dhe Urani do të bëjnë një tërmet tek demi. Çfarë pritet të ndodhë? Dashuri me shikim të parë, takime të papritura. Madje disa prej jush do guxojnë të eksperimentojnë gjëra që si kanë parë kur më parë në jetën e tyre private. Çdo frikë që keni do të zhduket, do të merrni riskje dhe do të fitoni dashurinë që meritoni. Një jetë e re, një Bricjap i ri në datën 25 prill. Muaji mbyllet me madhështi. Urani futet tek binjakët dhe kjo do të thotë se jeta juaj e përditshme do të kthehet për mirë. Lam të mirë zakone të këqija. Ju do të vendosni kufi të hekët. Askush s'do t'ju ahajë më kohën kot. Lajm i madh. Shumë prej jush do të thonë stop, tani do të punoj për vete. Mund të filloni ndoshta një biznes, ose mund të punoni nga shtëpia, por gjithçka është liri dhe punë. Kështu ju do të shijoni lirinë që keni ndërruar gjithë kohën.
Britësjap, ky është muaji juaj, mund të ecni me kokën lart, se yjet janë në shërbimin tuaj. Me ngjarjet astronomike që do të ndodhin në këtë muaj, disa këshilla të shkurtra për ju. Mbyllni derën e së kaluarës me kyç. Mjaft gërmove tek themelet e vjetra. Nëse diçka ka ndodhur para 20 vitesh, lër aty. Ky prill të thotë, merru me tanishme. Gjithashtu, mos u përqendro vetëm tek puna. Siç e thot populli vëri kufirin thanës, ti duhet të vendosësh kufirin midis punës dhe argëtimit. Puna e madhe mund t'ju dërmojë. Ti ke nevojë për qetësi në shtëpinë tënde dhe jo për rrëmuj. Duhet ta hapësh zemrën se jeta nuk është vetëm punë dhe kjo rreth datës 19, ku duhet të lësh pak llogarinë dhe lapsin dhe të merresh pak me anën shpirtërore. Në fund të muajit, yjet do të japin bekimin për të ndryshuar gjithçka. Bëhu zot i ditës tënde, nëse ke një ëndër, puno për vete, që mos kesh borxh askujt. Ky është moment për ju. Ne ju urojmë një muaj sa më të mbar, të keni fat në dashuri, suksese në punë dhe mbi të gjitha një shëndet sa më të mirë. Nëse je për herë të parë në kanalin ton, na bëj abonim, subscribe. Gjithashtu mund ta shpërndash këtë video dhe shihemi në video të tjera. Mbarësi Britësjapër.